Kemi ne ka një javë në Francë, derisa u bë gati ania e varë, që i thonë gomonja, për mu nisë. Shumë shmerë kishim edhe gocën e vogël, me vete dhe u shfryë, gomonja u prish mes detit. Ngellëm as Francë, as në Angli, ngellëm mes detit shtator, mes natës. Sa veta keni qenë në atë gomone? Ajo ishte për 40 veta, unë 62 veta, gjitha të njerëz o zoti madh. Gati 30 veta ishin Kalamaj, 28, 29 veta kanë qenë Kalamaj, vegël. Kishte edhe beba të vegjël, Ishte Kalamaj vegël. Smerr. Kemi vojtur shumë fare. Në momente që u prish ajo barka dhe ajo gomonja, ishin kaq lujt. Na që ishte 20 metra, 10-15 metra i gjatë, kemi bë 3 metra. Mirë që kishim një lekët. Dolën burrat jashtë asaja, e ngelin Kalamaj mrena, u mush gomonja me ujë. Shumë keq fare. Njerëzit qashin gjithë, qashin edhe burrat, jo dhe gratë, po edhe burrat qashin. E thoshin një bosha shaka, që ta kalosh pak me shaka, do të shumë arrim, s'po shana se të rëndit, se po shaka dhe po mytëm. E u thosha që mos qani ju që keni shanë dhe po mytëm. Po punën se tremi Kalamaj, isha lash shpresoj, isha la të shpëtoj. Shumë veta e u mytëm telefonat, në ujtë e u prishin. Ata që kishin dhinë pak gjunë, mishin në Francë, në policinë, që hajde njësaj po mytë për koshim ndihmë. Erdhi helikopteri, nuk na gjeti, nuk na pa, kaloi sipër dhe nuk na pa.